Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka reaguar sot lidhur me ngërçin politik në vend, gjërsa theksojnë se Kosova është përgjegjësi e të gjithëve dhe askush nuk ka të drejtë ta mbajë peng. OVL e UÇK-s përmes një komunikate për mediat theksojnë se është e papranueshme që në kohë kur qytetarët përballen me sfida të mëdha ekonomike, sociale dhe të sigurisë, partitë politike, në veçanti partia fituese, të mbajnë një qëndrim të ngurtë dhe të pandjeshëm ndaj përgjegjësisë kushtetuese për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe formimin e institucioneve legjitime të vendit. Në emër të idealit të luftës për liri dhe shtetë-ndërtimit, me emër të atyre që dhanë gjithçka për ta parë Kosovën e lirë, sovrane dhe demokratike, OVL, SHIL, SHFD dhe të UÇK-s, shoqatës së të burgosëve politik, shoqëria Lëvizja shpreh shqetësimin tonë të thellë lidhur me krizën institucionale që po zhvillohet si pasojë e një ngërçi politik të panevojshëm. Është e papranueshme që në kohën kur qytetarët përballen me sfida të mëdha ekonomike, sociale dhe të sigurisë, partitë politike, në veçanti partia fituese, të mbajnë një qëndrim të ngurtë dhe të pandjeshëm ndaj përgjegjësisë kushtetuese për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës dhe formimin e institucioneve legjitime të vendit, thuhet në reagim. OVL e UÇK-s theksojnë tujte se nuk paragjykojnë asnjë kandidat për pozitat institucionale, por kur interesi shtetëror dhe funksionimi i demokracisë vjet në rrezik për shkak të mungesës së kompromisit dhe kryenetësisë politike, atëherë ndjejnë për detyrë të ngrenë zërin publikisht. U bëjmë thirrje të gjithë subjekteve politike dhe në veçanti partisë fituese që të tregojë pjekuri politike dhe përgjegjësi shtetërore, duke i dhënë fund krizës aktuale përmes një zgjedhje të qëndrueshme që respekton frymën dhe shkronjën e kushtetutës, si dhe vullnetin e qytetarëve të Republikës së Kosovës. UÇK-ja nuk lufton për bllokatë politike, nuk luftoi për interesa të ngushta dhe për ngërçe që paralizojnë institucionet. Ne luftuam për një Kosovë të lirë, demokratike dhe funksionale, me institucione që i shërbejnë qytetarit, jo logjikës së pushtetit me çdo kusht, thuhet në reagim. Nëse kriza institucionale vazhdon dhe cënon më tej rendin demokratik dhe stabilitetin e vendit, ne OVL, SHIL, SHFD të UÇK-s, shoqatës së të burgosurve politik dhe shoqëria Lëvizjes, do të ndjejmë për obligim që të ndërmarrim hapa të mëtejshëm publik, institucional dhe qytetar për të mbrojtur vlerat për të cilat u sakrifikuar shumë dhe për të garantuar funksionimin e shtetit në frymën e kushtetuesës. Kosova është përgjegjësi e të gjithëve dhe askush nuk ka të drejtë ta mbajë peng, thuhet tujte.